Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bimë ka habitur të gjithë mjekët, çaji i rozmarinës është zgjidhja për çdo problem. Çaji i rozmarinës është efektiv në trajtimin e shumë problemeve shëndetësore. Këtu përfshihen para së gjithash problemet e tretjes, problemet reumatizmale, si edhe problemet me tëmthin. Rozmarina stimulon nxjerrjen e urinës dhe ka një efekt pozitiv në mëlçi, si edhe është efektive kundër baktereve. Ky çaj rekomandohet veçanërisht për fëmijët e diagnostikuar me anemi, si edhe për mungesë oreksi. Edhe çaji i rozmarinës është treguar se ka një efekt pozitiv në qarkullimin e gjakut, ndaj këshillohet që ne të konsumojmë edhe çaj në rast të dhimbjeve menstruale, por edhe në mungesën e menstruacioneve. Kjo bimë ngre presionin dhe gjithashtu mundëson përqendrimin dhe memorje më të mirë. Disa studime kanë treguar se ka një efekt shumë pozitiv në tru dhe e forcon imunitetin. Rekomandohet që ju të pini 2 filxhan çaj rozmarine në ditë, por gratë shtatzëna këshillohet që ta shmangin. Sa herë që është e mundur, zgjidhni rozmarinë të freskët pasi ajo është e pasur në shije dhe aromë. Para gatimit, shpëlajini rozmarinën me ujë të rrjedhshëm dhe më pas thajini. Ndërkohë, rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore të cilat shtrihen shumë përtej rolit të saj si një erëz aromatike. Ja disa nga përfitimet të shumta shëndetësore të rozmarinës. Shëndeti njohës dhe njëkohësisht rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mundet që të përmirësoj ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo i cili kërkon që të rrisë aftësitë njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksidante dhe njëkohësisht antiinflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidantë të fuqishëm dhe me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë njëkohësisht radikalet e lira në trup duke luftuar edhe të gjitha sëmundjet e zemrës, plakjen, si dhe ato të këqijat. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit duke ju mbrojtur ju nga disa kushte shëndetësore. Shëndeti i tretës dhe lehtësimi gastrointestinal. Rozmarina bën gjithashtu që të shtohet edhe prodhimi i lëngut biliar, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes, duke reduktuar simptomat si fryrja, gazra dhe njëkohësisht dispepsia. Ajo ofron mbështetjen e shëndetit të zorrëve dhe parandalon shqetësimet e tretjes. Mbështetja e sistemit imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftojes ose gripit mundet që të sigurojë një mbrojtje shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme edhe në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të tjera të frymëmarrjes. Shëndeti i flokëve dhe kokës. Vaji i rozmarinës është i njohur për stimulimin e gjendrave të flokëve duke nxitur rritjen e flokëve dhe duke parandaluar rënien e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mund të ndihmojë në mbajtjen e skalpit tuaj të shëndetshëm dhe pasbokth. Shëndeti kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular.
Madje disa studime gjithashtu kanë treguar se rozmarina mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ndërsa rrit kolesterolin e mirë duke kontribuar në një zemër më të shëndetshme. Shëndeti mendor dhe lehtësimi i stresit. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormonin i cili lidhet me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu, pirja e çajit të rozmarinës mundet që të nxjisë relaksimin, të zvogëlojë ankthin dhe të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme mendore, si edhe duke nxitur një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës dhe kundërplakjes. Antioksidantët me rozmarin, veçanërisht acidi rozmarinik, ndihmojnë në luftimin e shenjave të plakjes dhe përdorimi i vajit të rozmarinës mund të ndihmojë në ruajtjen e një çere mërinore dhe mban lëkurën tuaj të hidratuar. Menaxhimi i peshës. Rozmarina njihet për stimulimin e metabolizmit duke ndihmuar trupin të djegë kaloritë në mënyrë më efikase dhe aroma e saj gjithashtu vepron edhe si një shtypës natyral për oreksin, duke ndihmuar edhe në reduktimin e dëshirave dhe të mbingrënies. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor i cili çon oksigjenin në gjak dhe një ndër më të rëndësishmit e organizmit. Nëse ju po përjetoni probleme me mushkëritë, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore si edhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, duhet të dini se krahas trajtimeve ekzistojnë edhe mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup, dhe një ndër to është bima e mrekullueshme e rozmarinës. Përmban vitamina A dhe C, duke përfshirë këtu edhe minerale si për shembull magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale nga ana tjetër ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe duke nxjerrë jashtë të gjitha toksinat e këqija nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi të gjithë pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse ju doni që të përmirësoni frymëmarrjen tuaj, atëherë ne ju sugjerojmë që ju të përdorni çajin e rozmarinës apo të bëni masazh në krah aror me vaj esenciale rozmarine apo dhe ta konsumoni atë sa më shpesh në ushqime. Për syt. Për personat të cilët përjetojnë humbje të shikimit apo atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mundet të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-tat dhe do bëson shikimin tuaj gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë, duke qenë e pasur me antioksidant. Rozmarina ndihmon gjithashtu në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë, duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.